Tani ta shohim edhe motorin që fuqizon këtë bish. Ky është motori S63 që e quajmë BMW-ja, 4.4 V8 Hot V me turbo të mes. Në rastin e X-Jashës më Competition prodhoi 625 kuaj fuqi edhe 750 Nm tork. Është përdorur edhe te M5-a, M8-a. Është shumë motor i fortë, shumë i fuqishëm. Këtë coverin e ka karbon. Këto janë edhe lehtësisht modifikuar, kjo është stok. Tash BMW-ja thot 750 Nm tork, prodho kjo, 750 Nm tork prodho edhe ajo që s'është Competition, edhe 750 Nm tork prodho edhe M50i. Hajde merr vesh BMW-n, kjo besoj ka më shumë se aq, se BMW-ja për herë i deklaroi më pak se çan më vërtet, po do e shohim edhe në performancë, por kam përshtypjen se ka më shumë tork se kaq. Motori është mes pak a shumë, nuk është komplet në turi, ka bosh këtë pjesën para.